Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka nxjerrën për konsultim publik projekt vendimin që synon miratimin e dokumentit politik për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, një kuadër strategjik që lidhet edhe me procesin e integrimit evropian dhe përmbushjen e detyrimeve në kapitullin 20, ndërmarrjet dhe politikat industriale. Sipas relacionit, qëllimi kryesor i dokumentit është rritja e produktivitetit të bizneseve të vogla dhe të mesme, forcimi i konkurrueshmërisë dhe integrimi i tyre në zinxhirët evropian dhe ndërkombëtar të vlerës. Dokumenti evidenton se ndërmarrjet e vogla dhe të mesme përfaqësojnë mbi 99% të ndërmarrjeve aktive në vend dhe gjenerojnë më shumë se 80% të punësimit. Dokumenti ndërtohet mbi 3 qëllime strategjike. Qëllimi i parë lidhet me forcimin e kapaciteteve të ndërmarrjeve përmes aftësive sipërmarrëse, inovacionit, digitalizimit, standardizimit dhe tranzicionit të gjelbër. Qëllimi i dytë fokusohet te përmirësimi i mjedisit operacional të biznesit, duke synuar një klimë të parashikueshme, shërbime publike më efikase dhe më shumë mundësi për eksport dhe zgjerim në tregjet rajonale dhe europiane, ndërsa qëllimi i tretë adreson aksesin në financa dhe menaxhimin e riskut, duke parashikuar më shumë instrumente financiare, rritje të edukimit financiar për sipërmarrësit dhe mekanizma më të mirë për ristrukturimin e bizneseve. Në total, dokumenti përfshin 11 objektiva specifike dhe 25 masa prioritare, nga ku këto masa mbulojnë fusha si zhvillimi i kapitalit njerëzor, inovacioni, transformimi digital, certifikimi sipas standardeve të Bashkimit Evropian, ekonomia e gjelbër, përmirësimi i klimës së biznesit dhe mbështetje financiare për sipërmarrjet. Ndërkohë, efektet financiare të parashikuara për zbatimin e këtij dokumenti llogariten në rreth 32.7 milion lekë dhe këto fonde pritet të mbulohen nga buxhetet vjetore të institucioneve përgjegjëse, donatorët dhe burime të tjera financimi.